Mbi 3.000 dhurata nga Gjermania vijnë për fëmijët e Mokrës, Librazhdit dhe Prenjasit. Në zonat malore të Mokrës, Librazhdit dhe Prenjasit konkretisht janë shpërndarë mbi 3.000 pako dhuratash të mbledhura nga qytetet të ndryshme të Gjermanisë me synimin që asnjë fëmijë në këto fshatra të mos mbetet pa një dhuratë për festat e fundvitit. Ky është një aksion që përsëritet çdo vit i organizuar nga një grup vullnetarësh gjermane shqiptar. Kjo është, si tash, është tradita jonë prej shumë vitesh, ku grumullojnë të gjitha këto pakot nga qytetet ndryshme të Gjermanisë dhe sillen këtu në Shqipëri, në zonën e Mokrës, Pogadeci, Librazhdit dhe disa qytete tjera të Shqipërisë. Patjetër që gëzimi i fëmijëve është shumë i madh, unë e kam vënë re dhe sot që fëmijët janë të gëzuar dhe i presin këto pako me gëzim të madh. Pako janë shumë, janë mbi 3200 pako, të mbështjella ose të themi të grumulluara nga disa qytete të Gjermanisë. Uroj që fëmijët të jenë të gëzueshëm për dhuratat që kanë marrë. Uroj që të kalojmë një fund vit të gëzueshëm dhe patjetër që vitin e ri të jemi me një shpresë më të mirë, me një mirëqenie më të mirë dhe shpresoj që shoqëria të jetë më ndihmuese në dhënien e shumë dhuratave për fëmijët në nevojë. Mes vullnetarëve është edhe një qytetare gjermane, e cila prej 2 vitesh vjen në Shqipëri për të marrë pjesë në këtë nismë humanitare. Më pëlqeu ideja për të ndihmuar njerëzit këtu. Shqipëria ka kaluar periudha të vështira dhe unë dua të kontribuoj. Mundohemi të krijojmë lidhje me banorët për të kuptuar nevojat e tyre dhe duam të tregojmë që Krishtlindja nuk është vetëm fest, por një ndjenjë që duhet të përforcohet sidomos tek ata që nuk e festojnë dot. Për shumë fëmijë të zonave të thella malore këto pako janë jo vetëm dhurata, por edhe një kujtesë se dikush mendon për ta në prag të festave të fundvitit. Aksioni i këtij viti pritet të mbulojë disa shkolla të tjera në fshatrat e thella të malësisë së Mokrës.